emër të Atit, të Birit dhe të Spiritit të Shenjtë. Në emër të Atit, të Birit dhe të Spiritit të Shenjtë. Në emër të Atit, të Birit dhe të Spiritit të Shenjtë. Amin. Dhe ti lutemi Zotin. Mëshiro Zot. O Zot, Perëndia im, që i dhurove kishës urdhëra të ndryshme dhe shpërndave me anën e Shpirtit të Shenjtë dhurata prej Hirit mbi ata që ke zgjedhur në providencën tënde, i caktove grada priftërore për shërbesat e mistereve të tua të shenjta. Ti, o Zot, vlerësoje dhe shërbëtorin tënd Konstantinin, të shërbejë në kishën tënde të shenjtë si në djalë. Ruaje faqebardhën të gjitha, bëje të adoj bukurinë e kishës sate, të qëndroj përpara dyerve të shenjtërore sate dhe t'i ndes dritat të altarit tënd. Mbille në kishën tënde si një shelë kulliri pjellor që sjell pemë drejtësie. Tregoje atë shërbëtor të mbaruar në kohën e riardhjes sate dhe jepi shpagimin e atyre që të kanë gëzuar, se jotja është mbretëria dhe fuqia dhe lavdia e Atit, e Birit dhe Shpirtit të Shenjtë, tani e për herën e jetës të jetëve. Sa jeni besimtar, sa jeni besimtar, sa jeni besimtar. Në emër të Atit dhe të Birit dhe të Shpirtit të Shenjtë. Amin. Në emër të Atit, të Birit dhe të Shpirtit të Shenjtë. Amin. Në emër të Atit, të Birit dhe të Shpirtit të Shenjtë. Amin. Apostulët që i kanë rregulluar të gjitha mirën dhe së bashku me Etrin, hyjbrurës dhe të shenjtë, kanë caktuar që asnjë të mos pranohet në gradën e priftërisë, pa pasur më parë të dhëna të sakta, sepse nuk duhet. Gjithashtu jam i informuar edhe nga njerëz të tjerë të respektuar, që e njohin jetën e tij dhe nuk kam gjetur asgjë që mund ta pengojë sipas kanoneve të kishës son ortodokse për të marrë gradën e priftërisë në diakon. Unë dëshmoj se është i denjë dhe në moshën e dur dhe në përputhje me kanonet e shenjta, prandaj jap këtë dëshmi që e vërtetoj edhe me firmën time. Unë i nënshkruar i Konstantin Menko, pohoj me tërgjegje të pastër përpara Perëndisë dhe përpara Ygjësisë së tij, mitropolitit të Korçës Anastasi, duke dashur të bëhem i denjë
për dhuratën e priftërisë, për të shërbyer në cilën dojnë ori dhe përgjithësi, ku kisha nëpërmjet mitropolitit do të më caktojë se do të punoj vetëm për shpëtimin e shpirtrave të ligjes shpirtërore që më shbesuar. Gjithmonë do të jetoj sipas mësimeve të Ungjillit të Shenjtë, të apostujve të shenjtë, sipas kanoneve dhe mësimeve të etërve të shenjtë të Kishës Ortodokse. Nuk do t'i harroj kur fjalët e apostullit Pavlit, i cili kërkoi që prifti të jetë i patë metë, burri një gruaje, i kujdesshëm, i përmbajtur, i urtë mikpritës, me njekthjellë, jo i dhunshëm, jo lakmues i parasë, i sjellshëm, paqësor, jo lakmitar, drejtues i mirë i familjes së vet. Sepse nëse ai nuk disi të drejtojë familjen e vet, si do të kujdeset për kishën e Perëndisë? Do të përpiqem për të përmirësuar të cilësinë e veten time dhe të tregoj që jam i denjë për thirrjen priftërore. Përfundimisht, pohoj se do t'i bindem hidhërsisë së tij, mitropolitit Anastas, si dhe rregullave të sinodit të shenjtë të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë. Perëndia të ndihmoftë. Amin. Vëllai Konstantin është një ndjesi e thellë. Ajo e sotme që përjetojmë të gjithë ne që jemi këtu përpara altarit të shenjtë, në katedralen e qytetit tonë dhe në qendrën e mitropolisë tonë, një moment në të cilin Perëndia dhe kisha e tij të thret që të hysh në radhët e klerikëve, në radhët e shërbyesve të altarit. Nuk do doja që këtë moment kaq prekës ta shfrytëzoja për të këshilluar apo për të dhënë porosi, ashtu siç në mënyrë korekte në kishën tonë është tradita, por duke qenë se shumë prej këtyre gjërave i kemi thënë më parë dhe duke besuar se mënyra se si ti urite në familjen tënde, me dashuri, me kujdes, i orientuar gjithmonë drejt së mirës, një fakt që të bëri ty të gatshëm që në momentin e caktuar të preferosh që të bashkohesh me kishën dhe të ndjekësh studimet në Akademinë Teologjike Ngjallja e Krishtit në Shënblazh të Durrës, sepse nga mënyra se si njeriu formohet dhe edukohet, varen edhe zgjedhjet që ai bën në jetë. Dhe për këtë pikë unë do doja që të përgëzoja familjen tënde dhe veçanërisht prindrit e tu për këtë kultivim të përshtatshëm, do të thoja, të duhurin që të dhanë në mënyrë që ti të bëje zgjedhjet jo vetëm të duhura, por të larta, sepse ti shërbesh Perëndisë në altarin e tij është një zgjedhje shumë e lartë. Do doja që ta shmangja këtë gjë edhe për faktin se gjatë viteve të studimeve të tua në Akademinë Ngjallja e Krishtit, besoj ke pasur mundësinë dhe të është dhënë rasti që të thellohesh në misterin e priftërisë, të kuptosh rëndësinë e tij për kishën, por jo vetëm të kuptosh rëndësinë e tij për botën. Besoj se atje është krijuar bindja jote dhe është shtjelluar mendimi yt në shpirtin tënd për atë që shënjuan gojartin ato se priftëria është një mister që kryhet në tokë, por bën pjesë në rendin e gjërave qiellore. Dhe një arsye tjetër që jam i bindur se disa prej gjërave që unë mund të thoja sot ti tashmë i di dhe i ke kultivuar në zemrën tënde është sepse e di se gjatë jetës ënde pate mundësi të njihje etë shpirtëror të ndryshëm, të cilët me fjalën e tyre, me shembullin e tyre dhe me këshillat e tyre të kanë bërë që ta kuptosh më së miri këtë gjë. Por edhe puna jote si katekist në këto vite në Mitropolinë e Korçës të ka bërë që duke u përgatitur ndoshta ditë për ditë që të mësosh të tjerët, ke pasur mundësi që ti rilexosh, të rithelllohesh në kuptimin e gjërave që i mësoje të tjerëve dhe patjetër që midis këtyre bëhet fjalë edhe për misterin e priftërisë, sepse
Priftëria se një vend të rëndësishëm edhe në mësimet që kisha ju jep laikëve, ose katikumenve, ose katekistëve të çdo vendi në mënyrë që ata të kuptojnë rëndësinë që ajo ka për kishën. Dhe duke e lënë më njanë pak këtë pjesë për arsyet për të cilat paratash, do doja që të thelloheshin pak në kuptimin e festës që kisha jonë na paraqet sot. Sepse nga kjo, edhe në lidhje me kirotonin që kryejmë sot, do të mundim të nxjerrim disa mësime të vogla, të thjeshta, por kuptim plota. Sot festojmë një nga ngjarjet më të mëdha, një nga mrekullitë më të mëdha, ndoshta më të madhe që bëri Zoti ynë Jezu Krisht pak para pësimit të tij vullnetar. Ngjalljen e Llazarit. Dhe them që ndoshta është më e madhja që bëri Zoti, sepse nuk është vetëm për Llazari që e ngjalli nga varri, pas 4 ditësh, në mënyrë publike, me fuqinë e tij prej Perëndie, por kjo është për të gjithë njerëzit që e pan atë ngjarje atje, është dhe për të gjithë kishën, është dhe për të gjithë ne sot. Dhe Zoti donte që t'i siguronte apostujt e tij pak para pësimit të tij, se ky pësim ishte vullnetar, që ata të mos skandalizoheshin kur ta shikonin atë të kryqëzuar, por të prisnin me kurajo dhe me gëzimin e ngjalljes së atij, që vetëm para pak ditë ishte ngjatur Llazari. Dhe shënuar gojarti rreth këtij fakti ka disa mendime që janë shumë të bukura dhe shumë kuptim plot dhe ndihmuese për ne që dhe ne të thellohemi në kuptimin e kësaj feste. Në fillim, duke lexuar Ungjillin, krijohet një konfuzion pak atje dhe duke sikur Krishti nuk e di mirë se çfarë ka ndodhur. Dhe thotë Llazari miku ynë fjeti. Edhe dëgjuam në Ungjill që nxënësit i thanë, nëse fjeti, domethënë që do të shërohet, sepse në mjekësinë e vjetë konsiderohej që kur njeriu ishte i sëmur, duhej të flinte, që trupi të rekuperonte forcat dhe të luftonte sëmundjen dhe të nesme në mëngjes bëhej më mirë. Pra nuk e kuptuan nxënësit se Zoti po thoshte që Llazari vdiq. Dhe pak më poshtë ai thotë që Llazari, miku jon, vdiq. Dhe pse e bën Zoti këtë? Përgjigjet që janë gojarti. E bën Zoti për të ndryshuar kuptimin e vdekjes që nxënësit kishin, por edhe që ne kemi sot. Domethënë që vdekja pas pësimit të Zotit dhe pas ngjalljes së tij nuk është më ajo që e zotëron botën. Nuk është më ajo që ka fjalën e fundit në jetën e çdo njeriu, por është si një dalje nga kjo botë, është si një prehje për njeriu deri në momentin që do të vijë Zoti në ngjalljen e dytë, edhe do t'i ngjallë të gjithë të vdekurit për të gjykuar sistemin e simbolin e besimit të gjithë, të gjallët edhe të vdekurit. Pra kërkon Zoti të zhversojë rolin dhe pozitën e vdekjes në jetën tonë, jetën e gjithë secilit, të gjithë njerëzve deri në ngjalljen e dytë të Zotit. Pak më poshtë shikojmë që Zoti kur shkon në Bithani i pyet motrat e Llazarit, ku e keni vënë? Ku është varri? Dhe pyet që një angojartë thot, ai që erdhi për ta ngjallur Llazarin, nuk mund të dinte se ku ishte varri? Patjetër që e dinte, si Zot se i di të gjitha, por ai pyeti për t'i dhënë rëndësi kësaj pike, për të tekstuar faktin se Llazari vërtet ka vdekur dhe vërtet është vendosur në varr. Dhe të gjithë njerëzit e ndoqën atë për të shkuar tek ai varr. Pra kërkonte që të krijonte bindjen tek të gjithë që ky njeri vërtet ka vdekur para 4 ditësh dhe është vendosur në këtë varr. Dhe fakti i tretë që bën përshtypje është se Zoti ju kërkon atyre që ishin rreth e rrotull që të lëvizin gurin nga hyrja e varrit. Edhe shënjë angojarti pyet sërish thot, Zoti që do të mund të vdekje disa sekonda më pas, nuk mund të urdhëronte ëngjël që ta lëviznin gurin e varrit, në mënyrë që të thoshte njerëzve që unë jam i plotfuqishëm, të gjitha unë i kam në dorë, nuk ka rëndësi se çfarë bëni ju, rëndësi ka se çfarë vendos unë të bëj dhe nuk ka nevojë për kontributin tuaj për të bërë asgjë, sado e vogël ajo të jetë. Dhe përgjigjet vetë që një angojarti që thot, Perëndia nuk bën asgjë në kundërshtim me lirinë tonë. Perëndia kërkon që ne të ofrojmë atë që mundim, që ne të bëjmë atë që është në dorën tonë, që
që ne të bëjmë atë të cilën ai na ka dhënë mundësinë për ta bërë, dhe pastaj ai do të plotësojë atë që ne nuk bëjmë dot, do të plotësojë mungesat tona, të bëjmë ne të vogla dhe do të bëjë Zoti të mëdhat. Prandaj ju thot, lëvizeni ju buri prej varit, sepse unë do ta zbraz atë varr. Më tregoni juve ku e keni të vdekurin, sepse unë do ta ngjall atë. Dhe ky është mësimi që marrim nga e kremtja e sotme. Edhe ty, vëllai i dashur Konstantin, kisha sot nuk të thret që të tregosh fuqinë tënde. Nuk të thret që të na bindesh se mund të bësh gjëra të mëdha. Nuk të thret kisha sot që të na tregosh që je i aftë për këtë hap të cilin ti po bën sot, sepse asnjëri nga ne nuk është i aftë dhe i denj. Edhe kur ti je në altar gjatë ditëve që do të ndihmosh priftin në kryerjen e misterit të liturgjisë hynore, do të dëgjosh atje uratën para himnit kerubik që themi, asnjë nuk është i denj të vijë tek ty, ose të të afrohet ty, ose të të shërbej ty o Zot. Por ka thirrur kisha sot kështu që ti paraqesësh Zotit me pastërtinë e shpirtit tënd dhe me fuqinë e zemrës tënde dobësinë tënde. Ti thuash Zotit që ja ku jam. Unë me këto mundësitë e mia të pakta, me këtë varfërinë e natyrës time njerëzore, dhe eja ti plotësoje atë o Zot. Edhe patjetër që Zoti do ta plotësojë, do ta bëjë pjesën e tij. Sepse ne kur i tregojmë atij dobësinë tonë, ai aty vën në veprim hirin e tij. Si u përgjigj Zoti apostullit Pavlit? I tha, hiri im në dobësi plotësohet. Dhe asnjëherë Zoti nuk bën diçka nëse ne nuk i ofrojmë diçka atij. Duhet që t'i ofroj natyra njerëzore dhe në rastin konkret ti atë që ke, në mënyrë që ai ta shumoj. Më kujtohet këtu dhe tradita që kishte vendosur kryepiskopi Anastas në ndërtimin e kishave në të gjithë Shqipërinë kur erdhi në fillim. Gjithmonë kërkonte që banorët e fshatit apo të qytetit atje ku do të ndërtohej kisha të jepnin diçka. Dhe thoshte gjithmonë që zerua nuk shumëzohet. Me çfarë do numri që ta shumëzosh, ajo nuk shtohet, mbetet prapë zero. Dhe në këtë atmosferë, në këtë meditim, kur ne thirremi që t'i ofrojmë Perëndisë tonë dobësinë tonë, dëgjohet zëri i Krishtit që i thot Lazarit, Lazar, dil jashtë nga vari. Dhe i thot Lazar, dil jashtë nga vari, sepse duke qenë Zot dhe Perëndi, nëse do të thoshte vetëm dil jashtë nga vari, pa vënë emrin e Lazarit, mund të dilin të gjithë të vdekurit nga të gjitha varret atje ku ishin. Sepse të tillë fuqi ka Zoti. Dhe këtë thirrje Zoti nuk e pati vetëm për Lazarin që ndodhej prej 4 ditësh në varr, por nëpërmjet kishës së tij e ka për çdo njeri, e ka për të gjithë ne dhe e ka veçanërisht për ty sot. Dhe të thot Zoti Konstantin, dil nga vetja jote. Dil nga besimi që mund të kesh te fuqia njerëzore, sepse është e gënjeshtër. Por dil edhe nga frika që mund të kesh nga dobësia njerëzore, sepse është Zoti që e plotëson ato. Dhe unë do doja që këto dy aspekte t'i kesh gjithmonë parasysh në jetën tënde në gradën e parë të puftërisë, sepse gjithmonë duhet të ndjehemi të dobët për atë barë që kemi marrë përsipër dhe gjithmonë jemi të thirrur që të dalim nga vetja jonë. Të dalim nga ajo që jemi mësuar deri tani. Sepse nëse deri tani ke qenë ai të cilit i shërbehej, ndoshta nga nëna jote e dashur, dhe më vonë nga bashortja jote, sot je ti që të tërhet kisha që të shërbesh. Dhe në aspektin më të gjerë gjithë kishës dhe të gjithë popullit të Perëndisë, por dhe në atë aspektin e ngushtë që thamë brenda familjes tënde të vogël. Më pëlqen një frazë që thuhet në çdo kirotoni pothuajse. Kur episkopi e thret kandidatin dhe i thot eja në gëzimin e Zotit tënd. Dhe ka kuptim kjo frazë, sepse në rrugën e priftërisë që ke zgjedhur, nuk do të kesh gjithmonë gëzim. Gjithmonë do kesh mërzitje, do dëgjosh shpifje, do dëgjosh akuza, ndonjëherë me dashje, ndonjëherë edhe nga naiviteti, sepse populli i Perëndisë kërkon që kleriku të jetë i patëmet. Nuk i pranon të metat e veta që të shikojë te një klerik. Na kërkon që të jemi të përsosur.
Dhe shpeshherë, duke qenë se nuk do të plotësojmë atë imazhin që ata kanë për ne duke menduar se ne me fuqinë tonë do arrim të bëhemi ata që jemi, mund të na akuzojnë, mund të thonë dhe gjëra që do na lëndojnë. Sepse siç thot populli, kleriku është si një mizë e vogël, një tenxhere të madhe me qumësht. Është e gjitha e bardhë edhe duket vetëm kleriku atje. Një gjë që mund ta bëjë të gjithë dhe mund të mos i bëjë përshtypje askujt, nëse e bën kleriku, ajo merr një fuqi shumë të madhe që ndoshta edhe nuk e ka. Dhe kur të thret kisha eja në gëzimin e Zotit tëm, pikërisht të thotë që përveç këtyre mërzitjeve, përveç këtyre vuajtjeve, përveç këtyre trishtimeve, për shkak të të cilave ndonjëherë do të derdhëshlok, gëzimi yt është para altarit, atje ku do të jesh ndihmës i priftit në kryerjen e terrores së pagjakshme. Unë e kuptoj emocionin tënd dhe prandaj të inkurajoj, sepse para jo shumë vitesh, 8 vitesh, kam qenë në pozicionin që ti je sot. Dhe dua vërtet të të inkurajoj në rrugën që ke zgjedhur, dhe të inkurajoj të gjithë të rinjtë e qytetit tonë, dhe t'i them me bindje të plotë në pozicionin e një njeriu ndoshta që përveç gëzimit të priftërisë kam provuar dhe gëzime të tjera në jetën time. Dhe të dëshmoj para të gjithëve se nuk ka gëzim më të madh se sa të jetë njeriu prift i të lartit. Jo, nuk po flas për të qenë episkop dhe mitropolit, grad për të cilën Perëndia në mënyrë të padenjë më zgjodhi mua, por për të qenë prift i thjeshtë, për të shërbyer komunitetin, për të meshuar sa herë që kemi festa edhe të kremte. Dhe prandaj të them sërish, eja futu në gëzimin tënd dhe uroj që ky gëzim të mbajë gjithë ditët e jetës tënde. Amin. Idej! Axios! Stay
përsëri dhe përsëri me paqe le të lutemi Zotit. Për dhuratat e çmuara, qurat tua dhe mshëtërua, le të lutemi Zotit. Që Perëndia ynë njëri dashës, i cili pranoi atë si aromë shpirtërore në altarin e tij të shenjtë qiellor dhe të kuptuar mend të mendjes, të na dërgojë si shpërblimë hirin ynor dhe dhuratën e shpirtit të shenjtë, le të lutemi